Denisa, ti zgjodhe Shqipërinë dhe jam shumë krenare kur e them këtë, sepse ne në Gogo Pikal kemi pasur një fushat ku kemi treguar historitë e të rinjve që kanë zgjedhur Shqipërinë. E zgjodhe Shqipërinë, pse zgjodhe të riktheshe? Unë jetova për 6 vite në Holland, hika nga Shqipëria kur isha 18 vjeç edhe bëra studimet e larta në Holland. Dhe ishte një periudhë shumë e bukur, nuk mund të them që ja kalova keq andej dhe prandaj vendosa që të kthehem, por me kalimin e viteve edhe po ashtu me avancimin në karrierë fillova që të vlerësoj pak më shumë afërmitetin që kemi në Shqipëri me njëri tjetrin. Dhe është gjithashtu fakti që me kalimin e viteve të fillojnë të kujtohen gjyshrit, njerëzit që ishin prezent, vendin në cilin ke më tepër kujtime, sepse sado që rritesh, kudo që shkon në përbot, ajo mosha në cilën ti merr formimin më të madh është mosha e fëmijërisë. Dhe këto janë kujtime që të shoqërojnë gjithë jetën. Dhe vazhdimisht, kur isha duke punuar, mu rikthenin këto kujtime, mu kujtonte Shqipëria, mu kujtonte familja dhe po e shihja veten që në mendje dhe në shpirt isha më tepër në Shqipëri se sa isha në Holland dhe më interesonte më shumë kontributin problematikat shoqërore në Shqipëri se sa kontributin në Holland. Edhe po ashtu unë po punoja në fushën e investimeve në energjinë e pastër edhe pastaj startup e software, venture capital quhej puna që po bëja. Dhe ajo çka ndodh tani në Holland apo vendet perëndimore, po dhe në Shqipëri, është fakti që shumë punë të mbyllin në një zyrë pas një kompjuteri, duke lexuar tekste dhe je krejtësisht i shkëputur nga bota reale, je plotësisht i shkëputur nga toka. Dhe kur lexoja për problematika të ndryshme mjedisore, e ndjeja shumë më të nevojshme kontributin aty, kontributin po ashtu në një vend me cilin unë jam e lidhur dhe ja kuptoj problematikat më mirë, qoftë nga një aspekt kulturor, qoftë nga një aspekt në kozjatje, dhe mendova që është shumë më e nevojshme për mua që të jap kontribut në Shqipëri se sa që mund të jap një kontribut në Holland. Si e gjete Shqipërinë kur erdhe? Se kjo është dhe mendoj që je personi i dur sepse ke parë një realitet tjetër. Si e gjete Shqipërinë? Si ishte Shqipëria? Shumë ndryshe, sepse unë erdha dhe pas një moshe në cilën të kanë rënë disa nga iluzionet që ke krijuar, qoftë për Shqipërinë apo qoftë për botën, qoftë për Europën. Dhe erdha në Shqipëri duke u munduar me I parë gjërat pa këto syzet rose, the rose-colored glasses që I thonë. E gjeta, do thoja është vend tek I cili ti e shef shumë qartë varfërinë, e shef qartë vuajtjet që kanë njerëzit në përditshmëri, I sheh qartë edhe problematikat mjedisore, çka janë ato me të cilat unë po merrem. Po në të njëjtën kohë, mendoj që në kohra të tilla, domethënë dhe ajo çka unë shoh është që gjeneratat e reja dhe njerëzit në përgjithësi kanë shumë dëshirë për ndryshim. Ndryshim jo vetëm në aspektin sipërfaqësor, po edhe ndryshim të brendshëm. Domethënë njerëzit me çdo që flet dëshirojnë që të bëjnë gjëra, janë të gjithë duke folur për ide të reja, ose duke ankuar për atë çka po ndodh, por që unë mendoj që ankimi është diçka shumë interesante në shoqëri sepse të tregon ku janë problematikat dhe pastaj çfarë dëshiron shoqëria që të ndryshojë. Kështu që I pash edhe jam shumë konsciente për aspektet që janë po janë jo të bukura në realitet, por gjithashtu gjeta edhe këtë anën tjetër që janë gjithkush është duke menduar për të ardhmen. Je natyrë që shikon gotën gjysmë më plot apo gjysmë më bosh? Të dyja bashkë. Sepse do vi këto pasuse. Të dyja bashkë. Po cilat janë ato problemet? Se flasim gjithë kemi cilat janë 2, 3, 4, 5 që ty të vinë në mendje tani, se mund të ketë shumë. Atëherë, kjo lidhet me ato memorjet e fëmijërisë për mua dhe është edhe si thua sfida që un kam zgjedhur që t'i dedikohem. Është humbja e natyrës dhe humbja e lidhjes me natyrën. Ne në Shqip kemi për thënë fjalën relationship që është në anglisht, ne kemi fjalën marrëdhënie
Me thënë që është baza, është baza e gjithçkaje. Dhe marrëdhënia nuk është vetëm marrëdhënia njerëzore me njëri tjetrin, është edhe marrëdhënia që kemi me natyrën. Është ne marrim ajër vazhdimisht, japim tokës kujdes dhe toka fillon prodhon frute. Janë gjëra që duan shumë kohë, domethënë shekuj. Do t'i shpjegojmë dhe këto. Do t'i shpjegojmë. Por që me zhvillimin e dekadave të fundit në Shqipëri dhe sidomos zhvillimin nga ana arkitekturore, urbane, zhvillimin e industrive gjithashtu, nuk ka pasur një zhvillim apo të themi një kujdes më të madh mbase në këtë aspekt? Po, një kujdes më të madh për mbrojtjen e natyrës, e po ashtu të këtyre lidhjeve që ka pasur Shqipëria me natyrën. Se po bën një fushat shumë interesante në Ishëm, po dhe në zonat e tjera të Shqipërisë, po na trego pak sa keq e mbajmë në natyrën, sa pak respekt kemi. Kam parë ato videot, fotot e tua. Po, është, unë kur fillova që të lexoj, faktikisht Ishme nuk ka qenë lumi i parë që unë vizitova. Kur u ktheva në Shqipëri, ju futa shumë leximeve mbi problematikat mjedisore që ka vendi, dhe lexova studime që i kanë bërë njerëz të tjerë. Domethënë ka Lulzim Bauman ka bërë studime nga Universiteti Bujqësor, Eco Albania po ashtu ka bërë studime, PPNOEA është një organizatë që bën shumë studime dhe punë në terren vazhdimisht. Kështu që ka shumë njerëz në Shqipëri që merren me këto gjëra dhe unë u bazova në punën e tyre për të filluar këto eksperimente në terren. Sa keq ne gjithmonë themi jo, nuk merren, nuk ka aktivizëm, nuk ka ndërgjegjësim, po ja që paska. Ka shumë madje. Dhe unë jam bazuar shumë në punën e tyre për të bërë këto eksplorime që tani po i bëj publike. Lumi i parë që vizitova ishte Erzene, mora biçikletën nga Durrësi dhe shkova në Erzen. Me biçikletë. Me biçikletë, po. Ke mbartur dhe nga Hollanda ca aspekte. Po patjetër. Mobiliteti është shumë më komod kur ke edhe këto mjetet e vogla her pas here. Edhe Erzeni është gjithashtu i ndotur, po jo në të njëjtën shkallë si Ishmi. Ishmi, arsyeja pse zgjodha që të flas për Ishmen pikë së pari ishte sepse është lumi më i ndotur në Shqipëri dhe një nga 10 lumenjt më të ndotur në Europë. Dhe ndërkohë lumenjt e tjerë në këto lista janë lumenjt që kalojnë në shtete të ndryshme. Ndërkohë që lumi i Ishmit kalon nga Dajti, Kamza, pas Kuqani, Vora, Fushkruja, edhe pastaj në zonën më të populluar të Shqipërisë, pra në një nga zonat më të populluara praktikisht. Përpo se është zona më e populluar e Shqipërisë, është dhe një nga zonat me më shumë aktivitet industrial. Pra kur ti kalon anash autostradës apo anash rrugëve që lidhin qytetet apo fshatrat me njëra tjetrën, ti shen në këtë zonë që ka dhe shumë industri të rëndë që është zhvilluar anash lumet. Dhe edhe kjo sjell dhe problematika që themi, ka shumë mbetje urbane, mbetjet e ujrave të zeza që vazhdimisht derdhen në lum, por ka edhe mbetje inerte, mbetje nga prodhimet që nxjerrin kompani të ndryshme që akoma derdhen në lum. Ke pasur aty të rinj të tjerë që kanë qenë të angazhuar me ty ose ka qenë pjesë Po, kanë qenë miqtë e mi që i kanë bërë këto kohë miq, domethënë që kanë qenë një suport shumë e madh. Edhe është shumë interesante sepse në fillim mendova që e mendova pak më të vetmuar këtë si rrugtim kur do e ndërmerja. Po në çdo hap kanë qenë gjithmonë prezent. Edhe gjithmonë të bëjmë ne për Ishmin, se ka shumë rëndësi që edhe 2-3 zgjidhje që ju keni, sepse jeni të rinj që po merreni me fushën. Çfarë mund të bëjmë ne si qytetar për lumin Ishëm? Po. Do të na i thuash në mënyrë shumë praktike, se shumë e rëndësishme që të gjithë ne, për atë kontribut që mund të bëjmë, të vijemi në veprim apo jo? Unë do thoja të kuptuarit të situatës është hapi i parë. Sepse mund të kalojmë direkt në shkallën që jemi shumë të nxehur, shumë të agravuar, edhe po dalim në protest, por mendoj që është çështja shumë e thellësisht dhe ka shumë më tepër vite që kemi arritur në këtë situatë. Kështu që është shumë e nevojshme që ne ta kuptojmë problemin edhe ta shohim. Nëse shqisat tona nuk e kuptojnë problemin, nuk mund që t'jemi duke folur për të njëjtën gjë. Dhe vetëm nëpërmjet fotove nuk mund që ta kuptojmë si problem. Dhe një nga hapat që edhe unë ndërmora në mënyrë që të njihja qytetarët ishte me organizu ecje
përgjatë deltës së lumit deri diku në kep të Rodonit. Pa mbledhur mbeturina, po vetëm duke parë situatën, duke parë dhe çka ndodh, pse jemi në këtë gjë, duke parë dhe pak funksionimin e bashkive. Pra lumenjt zakonisht janë përdorur si pika kufitare shumë shpesh ndërmjet shteteve, po ajo që ndodh me lumin ishëm përdoret edhe si pikë kufitare midis bashkive. Çka do të thotë që thonë, unë kam këtë pjesë në menaxhim, po kjo nuk është e imja, po kjo është e jotja dhe pasohet. Dhe secili i faturon fajin ose përgjegjësinë dikujt tjetër edhe dhe është pak e vështirë, nuk ka një bashkëpunim, nuk shihet si diçka e përbashkët, po shihet si një pikë kufitare. Do të thënë, edhe këto nocionet janë shumë e rëndësishme që të fillojmë të ndryshojmë. Po. Kështu do thoja është pak punë fizike dhe mendore, hapi i parë do jetë hajde shkojmë e shohim edhe e shpjegojmë. Më thënë, unë jam e gatshme me sa njohuri kam që të shpjegoj. Industrit në atë zonë, industrit çfarë mund të bëjnë? Çfarë duhet urgjentisht të mos bëjnë? Është ai koncepti që në Shqipëri po përhapet pak, po jo mjaftueshëm, corporate social responsibility. Pra, përgjegjësia sociale e korporatave. Korporatat gjithmonë kanë pasur një efekt jo pozitiv në komunitetet lokale, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën. Dhe tani që po i vehet më tepër rëndësi etikës të bërit biznes, mendoj që edhe këtyre kompanive i duhet presuar i njëjti suport, jo suport, po i duhet presuar i njëjti presion në këtë sens. Duhet të kërkohet nga qytetarët edhe nga qeveria që këto kompani të jenë etika në mënyrën se si bëjnë biznes. Qoftë për komunitetin, për punonjësit që kanë t'i paguajnë mirë, pa janë mbajtur pasaportat, sepse ka raste që dhe vinë tani, kemi shumë njerëz që vinë nga shtetet tjera për të punuar në Shqipëri, dhe jo gjithmonë në mënyrë etike. Kështu që duhet të siguruar kjo dhe duhet të siguruar cili është raporti tyre me mjedisin bases, çfarë i bëjnë mjedisit, po çfarë bëjnë? Hedhin mbetje, marrin inertet e lumit, çfarë? Ka disa mënyra të ndryshme të ndotjes nga kompanit. Pjesa inerte është një nga këto, për shembull nëse ecën edhe krah autostradave, ti sheh që kompani të ndryshme të transportit, pasi mbarojnë ditën e punës dhe kanë ato mbetjet, nuk i depozitojnë ku duhet depozituar, por i depozitojnë direkt në lum. Gjejnë një farë pike aty, ka krah rrugës edhe vetëm i hedhen. Për shembull, kur hecën në aksen e fushkrujës, ke disa pjesë, se unë kam bërë në këmbë këto gjëra, kështu që ke disa pjesë që sheh xhamat hedhur, sheh materiale ndërtimit hedhura, televizora, ç'a dush ti është aty, do të thonë, nëse don që të kompletosh një kompleks, i ke gjithë aty. Edhe nga ana tjetër pastaj edhe materialet me cilat përpunojnë produktet brenda në fabrik, jo nga gjitha fabrikat merret përgjegjësia për të mos i hedhur në lum edhe për të mos ndotur mjedis. Ne si qytetarët e zonave çfarë bëjnë? Se ju e dini më saktësisht çfarë ndodh. Ajo që ndodh, për shembull, në të marrim rastin e Tiranës, edhe Kamzës pas Kuqanit këtyre zonave. Po them përpara që zhvillimi urban nuk ka ecur në të njëjtën në vijë paralele me krijimin e sistemeve për mirëmenaxhimin e mbetjeve. Pra që ndodh, kemi më tepër popullsi urbane që po jeton në Tiranë dhe në këto zona, por nuk kemi sistem për menaxhimin e mbetjeve. Kështu që koshat bipopullohen, landfillet janë as janë, nuk janë as ato të mirë menaxhuara, nuk janë as ato të menduara mirë dhe për një kohë gjatë. Edhe përpos asaj, në disa zona ku njerëzit jetojnë afër me lumenjt, për shkak se nuk ka kosha të siguruara nga bashkit dhe një sistem për marrjen e plerave që krijohet, dërgimi atyre diku tjetër për përpunim, qytetarët detyrohen që të krijojnë një mënyrë të vetëm për të mos i pasur plerat në shtëpi, themi, apo më para shtëpisë vet, dhe fillojnë vend depozitimet ilegale. Dikush hedh një qese me plera diku, edhe me kalimin e kohës, me kalimin e javëve, të tjerë ndjekin mbrapa dhe bëhet vend grumbullimi i 30 familjeve, të theme. Kjo është një diçka që shihet vazhdimisht në
në lumen që kalojnë për rreth fshatrave në Shqipëri. Është dhe një... Pra urgjentisht duhet mos t'i bëjmë këto gjëra. Duhet. Sigurisht për ata që do na dëgjojnë dhe do reflektojnë. Duhet mos t'i bëjmë këto gjëra, po duhet edhe të sigurojmë, të fillojmë të flasim se si mund të sigurojmë në këto njësi administrative një sistem për mirë menaxhimin e mbetjeve. Sepse kemi mbetje urbane që vinë çfarëdo lloj gjëje që ti shef në supermarket edhe që shitet edhe blehet nga njerëzit, nuk po përpunohet. Çfarë është në supermarket përfundon në tokë ose në lum, ose edhe pastaj në det. Edhe plerat tona në Shqipëri përfundojnë pastaj deri në mal të zi dhe në Kroaci, për shkak të rrjedhave të lumit. Më the Denisa pak më parë që ajo që gjete këtu ishte një mungesë e lidhjes me natyrën. Pra, ana negative, ose si thua ajo që është problemi. Po çfarë gjë të mirë gjete? Përveç lidhjes me familjen, sigurisht edhe marrëdhënies që ne kemi në përgjithësi si shoqëri që kemi marrëdhënie shumë të ngushtë, ende dhe besojmë te familja, besojmë te miqt. Po. Për mua kjo ishte gjë më e rëndësishme që gjeta, domethënë miq, marrëdhënie jo burokratike, sepse Holanda është një vend shumë burokratik, domethënë për të bërë diçka aty të duhet të bindesh kush e di sa vet për të lëvizur pagishten. Kurse këtu megjithse funksionojnë pak në mënyrë më anarkiste, do thoja në marrëdhëniet tona të përditshme, arrin që ti bësh gjërat me njerëzit. Arrin ti bësh gjërat me komunitetin. Nëse ke një ide të mirë, i futesh punës edhe mund ta realizosh. Mund ta nisësh diçka, domethënë pa shumë ngarkesë. Dhe për gjërat që po bëj unë, për shembull, nuk mendoj se është nevoja për një entitet, akoma jo, domethënë një organizata, diçka, një logo e madhe, jo, është mund të jesh një aktiviste, edhe vetëm me rrjetin tënd të miqve që mund të bësh gjëra të mira, sigurisht duke pasur dëshirën dhe për të pasur dhe nevojën në fakt për një suport mbrapa, sepse momentalisht dhe është ideja edhe unë jam akoma duke e njohur këto si problematika. Nuk mund të pretendoj që hey, shiko, unë erdha pas 6 vitesh që s'kam jetuar në Shqipëri dhe tani unë di gjithçka. Unë jam duke e njohur këto gjëra vetë, duke dalë në për lumenjt, duke dalë në për fushat, në për kodrat, në për fshatrat e Shqipërisë, për të njohur me problematikat nga afër. Dhe arriti njoh shumë më mirë kur unë vetë kam ato qasjen si qytetare që realisht po jam e indinjuar për gjërat që po ndodhen, sepse tash familja ime akoma jeton në Durrës edhe unë jam nga Durrësi dhe të mendosh që gjithë plerat e Shqipërisë përfundojnë në det dhe ka shumë pak biodiversitet tani, peshqit, një pjesë e madhe e peshqve as nuk janë më në det, kanë ngordhur. Kështu që janë këto gjërat të cilat më bëjnë mua të indinjuar dhe që më shtyjnë për të marrë me këto si tematika. Kur ishe në Hollandë, sigurisht kishe një perceptim mbi rinin atje. Po. Mbi të rinjt, ndërkohë kur erdhe në Shqipëri, sigurisht kur qëndrove dhe 1 apo 2 vjet tjera, sa ke që je kthyer nga Hollanda? Në tetor. Kur qëndrove disa javë ose disa muaj. Si tu duken të rinjt në Shqipëri? Cila është diferenca, se jam shumë kurioze ta di, cila është diferenca mes të rinjve atje dhe të rinjve këtu? Do thoja të rinjt atje mua më duknin shumë si përfaqësor. E kisha sepse në Shqipëri ka qenë pjesa që edhe kur ishim 18 vjeç apo 15 ne zakonisht ishim duke diskutuar politikat globale në një kafe të lagjes. Pra jemi më të përfshirë politikisht? Jemi më të përfshirë politikisht sepse janë edhe kushtet e tilla që na kërkojnë, domethënë të dim, okay, çfarë problemesh është duke hasur familja ime në këto momente, si është çfarë po ndodh me politikën, është një vend që politika është shumë prezente. Domethënë ekzistenca në Shqipëri është politika. Kështu që duam apo s'duam, kemi qenë duke folur për këto tema që shumë të vegjël. E ndërkohë në Holland është edhe pjesa që Holanda është një vend i Bashkimit Evropian. Dhe ajo çka ndodh është fakti që ti, që nga fakti që ke lindur në një vend jo evropian, ke një pasaportë jo evropiane, që të dikton që në momentin e lindjes se si
çfarë qasje do nga kesh. tjerët. Po. Edhe në Holland shumë prej miqve të mi, domethënë dhe personave me cilët kaloja kohën, ishin europian. Kështu që i kishte edhe aty një disbalans, domethënë midis gjërave që ato i kishin dhe i merrnin për të merqena, dhe gjërat ndaj cilave mua mu donte që si thuash, jo të luftoja, por që ti merrja parasysh gjatë gjithë kohës, jo po takime me zyrat e emigracionit, jo po çoj një dokument këtu, paguaj më shumë për këtë. Edhe për shkollën kam paguar shumë më shumë se sa çka paguar dikush që vjen nga Bashkimi Evropian. Kështu që ekzistenca e gjeneratës tonë është shumë politika. Mendoj që ti përket një pjesë të shoqërisë që është shumë e lidhur me zhvillimet politike, po mendoj që tani ka një grup të mirë të rinj që janë shumë indiferente e politikës, në kuptimin jo të partive politike, po të zhvillimeve në Shqipëri, ashtu siç ka dhe një grup të rinj që janë të dhënë. Çfarë mendon për aktivizimin në Shqipëri, qoftë për fushata qytetare, qoftë për çështje që na prekin gjithve, si të duket angazhimi sidomos i të rinjve në këtë? Unë shoh që rinia shqiptare po angazhohet shumë, faktikisht, dhe e shoh shumë të nevojshëm aktivizimin edhe më shumë, edhe për çështje të ndryshme. Ajo çka shikoj unë gjithashtu është që politika në Shqipëri është shumë e merr njeriun si qendër të gjithë shkaja. Me thënë njeriun dhe të drejtat e tij që janë gjëra që ne duhet i garantojmë për shoqërinë tonë. Në të njëjtën kohë, për shkak se po merre me çështje mjedisore, e shoh që në këtë aspekt grupet politike nuk po bëjnë shumë. Them, po flitet vazhdimisht për zhvillim dhe garantimin e të drejtave të njerëzve, cilat janë shumë të rëndësishme, por për mua për shembull si dikush që do marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është pyetja, a do votosh në zgjedhjet e 11? Patjetër që do votoj. Por po them thënë nga programet politike të parashtruara, unë shoh një mungesë në aspektin e mjedisit. E me thënë, janë edhe këto gjërat e tjera që duhet fillojmë që t'i flasim edhe t'i bëjmë pjesë të politikave tona. Duhet fillojmë edhe të flasim për marrëdhëniet që kemi me Europën, sa po marrim, sa po japim. Me thënë, mënyra se si po përdoret fuqia punëtore shqiptare. Ka normalisht lëvizje politike që janë duke folur për këto gjëra, por mendoj duhet akoma më shumë angazhim nga rinia. Vetëm se ka diçka që ne që kemi jetuar gjithkohën këtu, dhe këtu duhet të themi realisht vërtetën, patjetër që mjedisi është shumë i rëndësishëm, por janë aq shumë probleme para. Të tipit kur nuk ke të hash, kur ti nuk e ketë garantuar punësimin, kur ti nuk ketë garantuar një pension që mund të mbaj dhe të arrij që të blesh ilaçet, të jetosh me dinjitet. Mjedisi kalon çështja e 5, e 6, e 7, Bashkimi Evropian kalon e 8, pra relativizohen këto çështje që realisht janë shumë të rëndësishme. Po sa mirë që ju kemi ju të rinjve, që na zgjoni her pas here, edhe me perspektiva të reja për të na sjell realisht edhe çështje që ne duhet fillojmë ti mendojmë nëse duam të arrijmë standardet, kuptohet. Standardet janë, domethënë, koncepte të cilat tani po i shohim edhe me shumë pikpyetje, janë tok fjalsha që dalin nga një zyrë diku edhe hajde krijojmë një fond të caktuar për këtë. Por ajo që thotë është shumë e vërtetë, të thash, për mua është të pari, domethënë, të mënyrës se si po jetojmë dhe çfarë po ndodh në shoqërinë shqiptare është diçka që e ke prezente gjatë gjithë kohës, edhe shpesh të bën edhe të qash. Por për mua, domethënë, kjo duhet kemi edhe duhet bëhemi ne me zemër shumë më të butë në mënyrë që të jemi pranë njëri tjetrit për çdo që është duke pasur këto situatat mos pasurit lek, domethënë të fillojmë të heqim pak gjëra nga vetja jonë her pas here, qofse po flasim për... Të jemi solidar me nevojën edhe duke ndihmuar. Duke krijuar hapësira, domethënë që nuk ka nevojë për pagesë për çdo gjë, janë këto gjëra që dalin nga dalë,
edhe me grupet rinore ne po mundohemi që ti krijojmë si hapësira, por është realiteti dhe është e vështirë. Mënyra se si është shohur gjithashtu aspektin e mjedisit është në momentin që ne kemi një disrespekt themi ndaj natyrës dhe lumenj të ndotur, ajo që ndodh është që ndotet edhe dheu. Një dhej ndotur pastaj nuk do prodhoj ushqim. Ose do prodhoj një ushqim që të kontaminuar, po. Po, ushqimin e ham jo vetëm ne, po e han edhe kafshët. Edhe pastaj kjo çon në një cikël tjetër varfërie. Dole në një çështje tani, që sa herë është folur për mandarinat me kimikate. Po. Është folur edhe për ushqime të tjera. Domethënë, është një çështje që e përjetojmë të gjithë dhe ata që gatuajnë e dinë edhe më mirë sepse janë ata që i zgjedhin perimet, frutat dhe gjithçka tjetër. Dolëm dhe çështja e sigurisë ushqimore, po është një çështje mbase për një podcast tjetër kjo. Unë dua të ngelem sërish te 11 maj. Është momenti që shqiptarët të vendosin me vullnetin e tyre edhe të shkojnë te kutitë e votimit. Cili është mesazhi që do t'ju jepje të rinjve? Do thoja të jenë jo konformist. Dhe të mendojnë për më larg se sa 4 vitet e ardhshme, të mendojnë për dekadat e ardhshme, ndoshta edhe shekujt e ardhshëm, sepse nëpërmjet mediave sociale, megjithëse gjërat duken sikur janë shumë lëmsh dhe janë realisht, ka shumë gjëra që kanë dalur në diell. Me thënë, ne arrim të shohim korrupsionin në dritë të hapur, arrim të shohim domethënë cilët janë personat që nuk i kanë shërbyer vendit. Dhe në këto kushte, kur gjërat janë bërë kaq të dukshme, ne duhet të mos jemi konformist me çka ka qenë më përpara. Po të kërkojmë më shumë. Kërkojmë më shumë. Edhe vetë domethënë të japim njëri tjetrit atë shpresën gjithashtu që shiko, okay, po zgjedhin përfaqësues të ri në politik, por në të njëjtën kohë ka dhe mënyrë për të jetuar në Shqipëri që nuk kërkon domosdo angazhim politik, sepse dhe kjo është diçka tjetër. Për shembull, unë që po merrem tani me temat mjedisore, në sa biseda më thon, po fillo futje politikës. Fillo kërko fonde këtu, kërko fonde aty, kërko fonde këtu dhe është unë po kërkoj fonde domethënë për këto gjërat, por nuk e shoh të nevojshme që unë të lidhem me politikën që të bëj këto gjëra. Me thënë, edhe kjo është diçka që ne duhet jemi shumë kërkues gjithashtu që po zgjedhim përfaqësues të ri për idetë që duam të shohim parlament dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, por në të njëjtën kohë nuk duam që ekzistenca jonë dhe punët që ne bëjmë të jenë domosdo të lidhura me politikën. Që ky është një problem tjetër, që të rinjtë e shohin katapultimin në politikë si mundësia e vetme e suksesit. Një pjesë e të rinjve, jo të gjithë kuptohet. Nëse miqtë tu do të pyesin, Denisa, çfarë më sugjeron të shkoj të votoj në 11 maj apo jo? Çfarë do t'ju thoshe? Definitivisht po. Se s'bën. Kur jemi duke jetuar në një realitet kaq politik, në cilën politika jon dikton nëse një familje ka apo s'ka punë, ka apo s'ka resurse për të përballuar jetën, që dikton kujt i shitet toka edhe sa, që shet resurset natyrore të vendit, domosdo duhet edhe ne të shkojmë që të votojmë. Është mënyrë, domethënë, e kërkimit të një vetë qeverisje të popullit nga qytetarët që po jetojnë këtu. Sepse ajo diçka tjetër që po ndodh është edhe shoh në Instagram tani shumë prej politikanëve që duan të zgjidhen për zgjedhjet e ardhshme, po bëjnë më tepër fushat elektorale në diasporë se sa në Shqipëri. Dhe vota e diasporës është shumë e rëndësishme, normalisht është fitore e madhe që është arritur që më në fund diaspora e Shqipërisë votoj, sepse ne jemi një vend me më tepër njerëz në mërgat se sa brenda vendit, po në të njëjtën kohë për këtë fushat zgjedhore politikanët duhet të japin shumë rëndësi njerëzve që janë në Shqipëri dhe po funksionojnë me politikat të cilat diktojnë çka bëjnë trupat e tyre ditë për ditë.
një person që është në diaspor i ka këto diktime nga shteti në cilin ato po jetojnë, pra nuk janë pjesë e politikave sociale të aplikuara në Shqipëri. Që dhe këtu mendoj domethënë që ka qenë pak fokus i gabuar i kësaj fushate elektorale në Shqipëri. Disa nga partitë politike do të përgjigjeshin po ne kemi nisur, ja kemi mbledhur njerëzit në shesh, te sheshi Skënderbej, kemi nisur punën, po mobilizohemi. Po bëhet punë, mos më keq kupto, domethënë po bëhet edhe punë në Shqipëri, po që shoh edhe një fokus shumë të madh, domethënë udhëtime jashtë, domethënë shumë takime me diasporën. Është e rëndësishme mbase kanë lënë për pjesën e fushatës elektorale më shumë, sepse ne si popull ndonjëherë e kemi memorien e shkurtër, kështu që duhet na i kujtosh gjërat në atë periudhë që të shkojmë të votojmë. Denisa, të falenderoj shumë. Nuk e di nëse të ngelim me rak ndonjë gjë pa thënë, gjithë kësaj nuk ka gjë. Po do vish prap, ja u vetë ftove. Edhe të uroj shumë mbarësi me të gjitha nismat që ke ndërmarr. Është e rrallë në fakt të shohësh të rinj si ty që kthehen dhe duan vendin. Se në thelb të gjithë kemi një detyrim ndaj vendit tonë, mendoj unë. Po gjithkusht. Kudo që t'jemi, duke kontribuar dhe nga jashtë, nuk ka problem, por kemi detyrimin që ta duam dhe t'i kthejmë kësaj Shqipërisë son vogël. Po. Është e nevojshme dhe do thoja jo vetëm për Shqipërinë, po kudo në botë tani është një nevojë shumë e madhe që t'i rikthehemi tokës, t'i rikthehemi këtyre gjërave që na garantojnë jetën, po që i kemi harruar. Falenderoj shumë. Edhe unë të gjithashtu.